është kërkesa për shpronësim të pronave të paludshme ish-shoqërore të KBI Ereniku për ndërtimin e zonës industriale të mbrojtjes në Jahoc të Gjakovës. Me miratimin e saj hapim rrugë në teren ndërtimit të fabrikës së municioneve, të parës së llojit të saj në Republikën e Pavarur, që do t'i shërbejë ushtrisë sonë, do të arrisë sigurinë tonë dhe do t'i ngrisë edhe më tej kapacitetet tona mbrojtëse. Këtë vendim edhe më të veçantë e bën fakti që po e miratojmë pikërisht në ditën e forcës. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosovë.